San Marino, një nga shtetet më të vogla dhe më të vjetra të botës, ka një histori të pasur që daton që nga vitet 300 pas Krishtit. Shteti i San Marinos është i njohur për jetesën e tij të gjatë dhe pavarësinë, duke qenë i vetmi shtet që ka ruajtur pavarësinë e tij për më shumë se 1000 vite, por ndoshta më e pazakonta për këtë shtet është origjina e themeluesit të tij, i cili ishte një shqiptar i quajtur Marino. Marino lindi në Dalmaci, një zonë që sot bën pjesë në Kroaci, por në atë kohë ishte pjesë e Ilirisë, një territor që banohej nga ilirët, paraardhës të shqiptarëve të sotëm. Pjesa më e madhe e kësaj zone, duke përfshirë Bregdetin Dalmat, ishte e banuar nga ilirët, ndërsa shumë prej tyre u integruan në kulturat dhe shoqëritë e mëvonshme, duke lënë pas një trashëgimi të fuqishme kulturore. Marino ishte një njeri i thjeshtë dhe punëtor. Ai ishte murator dhe një besimtar i devotshëm i krishterë. Sipas legjendës, ai ishte i ftuar nga Papa Caius, një tjetër personazh i njohur i krishterë nga Shqipëria, për të ndihmuar në përhapjen e fesë në Romagna, një rajon i Italisë ku besimi i krishterë kishte pësuar pengesa. Pas disa vite shërbimi në këtë mision, Papa Caius vdiq dhe pas vdekjes së tij, persekutimet ndaj të krishterëve u rritën, duke detyruar Marinon të largohej dhe të kërkonte shpëtim në malet e Romagnës. Në vitin 301, Marino u tërhoq në malet e Titanos, një vend i izoluar dhe i bukur i njohur sot si San Marino. Ai shkoi aty për të praktikuar besimin dhe për t'u larguar nga persekutimet e Romës dhe pushteti i perandorëve. Ndërkohë, ai vazhdoi të jetë një njeri i dashur dhe i respektuar nga njerëzit që e ndoqën. Të tjerë, të cilët kërkonin shpëtim dhe siguri, u bashkuan atij, duke krijuar një komunitet të vogël krishterë. Sipas legjendës, Marino bëri një veprim të jashtëzakonshëm që tregoi mirësinë dhe ndihmën e tij për të tjerët. Një grua e pasur nga Rimini, e quajtur Dona Felicissima, e ftoi për një ndihmë pasi djali i saj ishte paralizuar. Pas shërimit të djalit, ajo i ofroi shumë pasuri si shpërblim, por Marino e refuzoi. Ai kërkoi vetëm diçka, një pjesë të malit, një pjesë të vogël toke për vete dhe për besimtarët që e ndiqnin. Dona Felicissima me shumë këmbgulje pranoi dhe i tha se mund të merrte aq tokë sa mund të kalonte mbi kal brenda 24 orësh pa ndaluar. Marino, i njohur për aftësitë e tij si kalorës dhe udhëheqës, mori sfidën dhe mundi ta realizonte. Ai udhëtoi përreth malit në një kohë rekord, dhe kjo pjesë e tokës u bë baza e Republikës së San Marinos. Edhe sot, ky territor mund të kalojë në afërsi të 24 orëve, duke bërë këtë histori të pazakontë, një pjesë të rëndësishme të traditës së këtij shteti. Një tjetër pjesë e rëndësishme e jetës së Marinos ishte vizioni i tij për lirinë dhe pavarësinë. Ai nëpërmjet fjalëve të tij të fundit la një mesazh të fuqishëm: "Ju lë të lirë nga të dy njerëzit", një mesazh që u referoi autoriteteve fetare dhe politike që e persekutuan. Kjo thënie do të bëjë një simbol i pavarësisë së San Marinos, i cili deri në ditët e sotme është një republikë që ka mbajtur pavarësinë dhe ka shmangur dikimin e papës dhe perandorëve. Sot San Marino është një shtet i pavarur dhe i njohur për pasurinë e tij kulturore dhe historike, një destinacion turistik i njohur në Europë dhe një nga shtetet më të vogla në botë. Të gjithë ata që e vizitojnë këtë vend dihen të magjepsur nga bukuria e tij, por edhe nga historia e pabesueshme që ka pasur. Historia e themeluesit të shtetit, Marinos, një shqiptar i të thjeshtë që u bë një shenjë pavarësisë dhe lirisë, vazhdon të jetë një shembull i fortë i vlerave që San Marino ka mbrojtur për shekuj me radhë. Nga ky shtet i lashtë dhe i lavdishëm, San Marino vazhdon të na kujtojë se pavarësia dhe liria janë vlera që mund të mbahen edhe në kushte të vështira, dhe që një njeri i thjeshtë mund të krijojë një trashëgimi që zgjat për shekuj.